Kryetari i zgjedhur i qytetit të Shkupit Orse Gjorgjevski, gjatë fushatës zgjedhore ka premtuar rregullimin dhe zgjerimin e bulevardeve në kryeqytet, përfshirë këtu bulevardin Cvetan Dymov, i cili është një prej pikave më të ngarkuara të trafikut në kryeqytet. Sot, kryetari Gjorgjevski, bashkë me kryetarin e komunës së Budelit Darka Kostovski, përruan nisjen e punimeve për ndërtimin e një megaparku në këtë komunë. Në këtë ngjarje, Gjorgjevski ka folur për angazhimin për zgjerimin e rrugës në Çajçane. Po e pregadisim dhe ai është ndër projektet për të cilat po bëj përpjekje që sa më shpejt të fillojmë me aktivitete. Tashmë kemi komunikim me kryetarin Mexhiçi dhe më vjen mirë që të gjithë kryetarët e komunave janë operativ, që nga marrja e detyrës edhe projektet e qytetit që po i realizojmë i drejtojmë në interes të pushtetit lokal, secili prej tyre në Shkup po tregon gatishmëri të plotë që sa më shpejt të fillojmë me realizimin e tyre. Përndryshe, bulevardi Cvetan Dymov lidhet 3 komuna dhe në të kalojnë mijëra vetura çdo ditë. Ajo ndryshe njihet edhe si një ndër pikat më kritike të Shkupit. Rregullimi i tij është premtuar në vazhdimsi, por deri tash ka pasur vetëm përpjekje për zgjidhje të pjesshme, siç ishte vendosja e murit të Ndarës.